Nderën e të pasurit, doli pasha me gjujt. Pashallarët, edhe këto gjinde postit të shumë gjujnë këto. Doli pasha me gjujt në gjujti edhe këthaj prap, raka një katun i varfur, të njeni me qadra ati me gruën, por i ke me fmit. Hini mrenda, a i varfuri. A i kish një cap, ata ja prau më njëherë, pa e ditë kush në fare. Veç në kodin e mista përlokot edhe nderit muslimanve që shepritin mikun. A i s'pas gjën, kur hini mrena mishtë mirë, tha. Mirë, ti tha s'pas gjën, tha një qadrë, tha, po këtë mishtë shumë të mirë, tha. Atë delen që e pata, atë dhije, atë capin, tha, e preva për tije, se mikë. Pasha u hutu me shok të vetë, se si qenë kën njerëzit, tha, ja la një letër, tha, ditën e gjumo në filan vend, tha, unë e falë, në kam qef me marë. Ja të regoj gjamin, i varfur i shkret, malsori i ndershëm, plot respekti mushën me mitësi, me shpirt madhri, të madhe ndaj mikut, shkoj të gjumon, qitet me falë gjumon, ku falët pasha dhe mu taku. Dullën gjemati pasha kishmer në gjami. I ka ngrej durët Allahumme inni es'eluke su'leti. O zot, tha, kam këtë nevoj, kam këtë nevoj, kam këtë nevoj. A i thënë dëgjën prej mrapa pasha po i lipë Allahut, këta i prap. Tha unë, qëfar gabimit trash ta kam bo? Pa ka marrë me lip pikti që po lip ka. Tha, qëfar gabimit trash kam bo, tha. Ka marrë me lip pikti që po lip. Tha, po shkoj po lipi edhe unë, tha, mas, nuk ka që pashalarve ajo derë, nuk ka ajo derë e sultanave, ajo derë a kejve. Tha, po shkoj të shpia, e me tha, mas i ki po lip ka po lipi edhe unë. Kështu pra...